Deri më tani, aktualisht, paga referencë që është marrë ka qenë 223 euro, ka qenë pagesa për lehonat e punësuara gjatë pushimit leonisë, ndërka që kjo po rritet me vendimin e sotëm, duke marrë pagën e re për bazë 639 euro, i bie apo përkthehet se 50% e këtij niveli është 319.5 euro. Pra pas 6 muajve që merr 70% të pagës, në pushimin e leonisë çdo grua do t'i marrë edhe këta 3 muaj në vlerë prej 319.5 euro për secilin muaj. Në tërësi, pra, kostoja totale është 31.261.385.93 euro. Pra, është rreth 31.2 milion euro kostoja totale që do të shpërndahet në për organizatat buxhetore për të mbuluar koston e rritjes, pra edhe për 55 euro tjera. Ky kompleks përfaqëson një ndër proceset më delikate dhe më të rëndësishme për Republikën tonë. Masterplani, i cili është në fazën e hartimit nga një studie profesionistëve ndërkombëtar, në bashkëpunim me ata vendor, synon ta shndërrojë kompleksin në një nga qendrat më të rëndësishme të kujtesës në botë. Përveç projekteve për konservim, restaurim dhe interpretim, parashihet edhe hartimi i dokumenteve të planifikimit hapësinor, të cilat do të mundsojnë zhvillimin e një koncepti koherent dhe multidisiplinar për organizimin hapësinor dhe urban të kompleksit. Ky dokument përbën një ndër aktet më të rëndësishme strategjike në mbrojtjen dhe promovimin e trashëgimisë sonë historike të ndërlidhur ngushtë me identitetin kombëtar dhe zhvillimin e qëndrueshëm hapësinor. Plani hapësinor për kompleksin memorial Adem Jashari përfaqëson një dokument të planifikimit hapësinor të nivelit qendror. Plani hapësinor do të hartohet në kuadër të kontratës për hartimin e masterplanit për kompleksin memorial Adem Jashari në Prekaz në bashkëpunim të ngushtë ndërmjet Ministrisë së Mjedisë Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës dhe Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Afati i tij i zbatimit është së paku 8 vite. Reformimi i fushës së inspektimeve po bëhet me rregulla të qarta të punës e me vullnet të madh për të vendosur rend e ligj në çdo cep